tjetër natyre dhe shumë ma intenziv se sa me kryeministrin Thaçi. Atë kohë është dashur të mbronim në parlament. Jo vetëm ne kur kemi hy, do më thonë, unë e përmenda kohën kur kam qenë deputete e grupit parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje nga zgjedhjet e vitit 2019, kur ishim bashk, do më thonë, qeveria urdhëzu shumë shpejt, kanë qenë momente shumë dramatike, dhe edhe pse shpesh herë këto beteja nga njëherë për të tjerët që i bëjnë ose që i zhvillojnë mendojnë se mund ta dobësojnë grupin, neve na kanë afruar gjithmonë më shumë. Do të thotë mua me Lëvizjen Vetëvendosje në tërësi, me grupin parlamentar. Do të thotë rrëzimi i qeverisë Kurti ne në mars të vitit 2020, me 25 mars të vitit 2020, ka qenë një farforme, një kapërcim edhe një hapje e vetdijes në një ose të paktën e realitetit, perceptimi i realitetit që mund të vi deri në këtë pikë, sa të ballafaqohemi me një situatë në të cilën përkundrit se ishte vullneti i qytetarëve për të udhëheqja e qeveria e qeveri urdhëzua, pastaj kemi dëgjuar gjitha skenaret e prapaskenat e rrëzimit të qeverisë. Urdhëzohen qeverit, s'është qeveria. Por beteja jon, pastaj në kuvend dhe përpjekja e përbashkët ka sjell dyfishimin e votës së Lëvizjes Vetëvendosje. Prandaj në një situatë të tillë, dikush edhe mund të mendoj se në fitore zakonisht organizmat, të qofshin ato klube, ekipe apo edhe parti politike, rrallëherë në fitore forcohen, se fitoria të bën të ndihesh më, do të thonë, më i lirë, të kesh një komoditet dhe pastaj kur je në maje, pastaj rruga tjetër është në të poshte. Por ajo që ka ndodhur tek ne është që ajo betejë ka vazhduar pastaj në kuvend dhe sa herë që të tjerit janë munduar të më sulmojnë ose të më atakojnë, natyrisht se më kam pasi target më të lehtë, ndoshta pse kam qenë në ballë të grupit. Por mendoj që unë jam e bindun që nga partitë opozitare, në veçanti nga njëra, është besu që shumë lehtë mund të thehem. Nuk e di pse. Nuk e di, ndoshta se ka njohur karakterin tim. Po nga PDK-ja? Për shembull, sulmi i parë brutal ndaj meje përfundi brezit ka qenë nga ish këshilltari i ish kryeministit apo presidentit Thaçi nga një portal i tij në janar të vitit 2022, kur është publikuar fotografia e martesës së vllait tim në Kanadë. Dhe kjo është bërë në periudhë fundjavë, është bërë në datën 2 janar të vitit 2022. Do të thotë kur nuk ka shumë lajme, kur nuk ka diçka duke ndodhur, kur gjithë njerëzit janë në fest, janë në pushim dhe ju e dini vetë lajmet janë në intensitet të ulët, përveç urimeve, përshëndetjeve e koncerteve, nuk ka lajme të kësaj natyre. Dhe ka qenë as i goditje e ulët, e rënd dhe e padenj, sa që në atë moment me të vërtet e kam ndjerë veten, sparim ka ardhur shumë keq për prindrit, për të dytë për mamin e për babin, së dyti për kostën që familja po e banë në krahun tim, se është mendu pak më larg. Nuk është se s'ka qenë rëndësishme fare orientimi seksuali i vllaut. Çka ka qenë rëndësishme ka qenë thyrja e grupit përmes meje, ku është ditur se ekziston një grupim i deputetëve më konservativ në grupin parlamentar të Lëvizjes Vetëvendosje dhe prezantimi i këtij lajmi do të shkaktoj nervoz tek unë. Kjo nervoz do të prezantohet tek grupi dhe do të ketë thyrje, qarje dhe ndarje dhe pastaj do të arrihet rezultati i cili ka krejt diçka tjetër synim. Dhe kjo krejt mund të shëndroj, por ju po flisni edhe nga pozicioni i një subjekti politik ose një grupi parlamentar që s'ka lënë kënd pa sulmuar Lëvizja Vetëvendosje. Pra ndoshta qua më polarizuese, çfarë të teme, pra që kam prekur familje, s'ka individ që se kam prekur familje. Adriatika, po flasim për kohën kur kam qenë unë... Përgjithësi, po them, se unë s'po them që ju keni bërë sulme tilla, por keni qenë shef e grupit parlamentar dhe në koalicion me Vetëvendosjen që s'ka lënë kënd pa sulmuar në çdo aspekt. Qof familje, qof në aspekt pra të akuzave tjera, se cilin person publik, se cilin politikan, tash mund të flasim për fëmijët e politikanëve. Tash mund të flasim për gjuhën apo sjelljet, po dy të këqija nuk e bëjnë një të mirë. Natyrisht, vetëm. E tash, nëse në këtë situatë unë e përmenda... Duhet përmendur edhe këto, po them. Po mirë, beteja e cila është bë, nuk mund të arsyetohet si betejë e cila e ka pasur, ja ka vlejt për me arrit deri në atë nivel të sulmit,
që të arrihet thyerja e grupit, i cili nuk u arrit. Po ne kemi dëgjuar vetë kryeministrin e tashëm, i cili ka qenë edhe kryetar partije gjatë, që ka folur për shembull djalin e Hashim Thaçit, duke thënë le shkon le të martohet me vajzën e atij në Serbi, e të tilla pra gjëra të ulta. Ne gjithë i kujtojmë këto. Dhe mirë që po i nxjerrni se duhet pasur dhe duhet këtë debat të tillë që janë papranueshme, dhe nëse janë papranueshme për ju, natyrisht që edhe për tjerët duhet të jenë papranueshme. Ju më pytet, ose e kishim, diskutimin mbi atë se si arrin të qëndroj. Në secilën prej këtyre situatave, unë kam arritur të qëndroj duke besuar se çdo gjë që vije në këtë format, edhe në këtë paketim, edhe në këtë sulm tregon që e para përmes meje mundohet të arrijet një betejë më e madhe.